Në eksperiencë shumë të thellë, por shumë të dhimbshme, Imzot Joani përshkoi dhe shërbimet e tij pranë Spitalit Psikiatrik nr. 5 në Tiranë, ku para se të bëhej prift, ka shërbyer si infermier. Mendja është gjithmonë gjëja më e rëndësishme e njeriu. Vazhdimisht njerëzit thonë, Zot na ruaj mend. Të gjitha sëmundjet janë të vështira. Ka njerëz që ne nuk mund të shpjegojmë dot pse i ndodh dikujt e pse si ndodh dikujt tjetër. Nuk mund të. Këta njerëz duan një ndihmës. Duhen ndihmën. Nëse javë fëmijë ynë është në vështirësi, do e ndihmosh. Lama kujtoi se kur ecin bashkë në rrugët Myslimshyri, Joani punonte infermier në Spitalin Psikiatrik, ndërsa u shpreh se psikiatria ishte palestra në mungesë të kishës, ku ai serviste shpirtin. Ndërsa tregoi fillesat e rrugtimit të tij si prift, kryepeshkopi Joani tregoi se në vitin 1992 kontaktoi me kryepeshkopin Anastas dhe u kthye në Shqipëri pas qëndrimit të tij në SBA. U përpoq të ndërtonte një kishë solide lokale. Kemi biseduar 10 herë rreth kësaj gjëje. Dhe jo vetëm thjesht u përpoq me fjalë, por edhe me vepra. Ja të them një element shumë të vogël, por që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar se çfarë është autoqefalia. Autoqefalia është independenca financiare, ti mos varesh nga tjerët. Dhe bëri çmos që në kohën kur mos ishte, kisha mos falimentante. Ishte në gjendje që të mbajë vetë. Padyshim që ne do përballemi me problemet, siç përballet çdo institucion, çdo vend, çdo gjë, por që ndërtimi i 2 hidrocentraleve pikërisht i dha një frymarrje kishës. Kryepeshkopi Joan u shpreh se kisha nuk ka qenë asnjëherë kundër teknologjisë, por teknologjia në vetvete nuk mund ta zgjidhë ankthin ekzistencial. I pyetur mbi raportin me Fanolin, Imzot Joani u shpreh se puna e tij është e pabesueshme dhe përkthimi i tij është i papërsëritshëm. Sipas tij, Fanoli mbetet një nga figurat qendrore të kishës ortodokse. Kisha mbeti për mua gjithmonë dashuria ime e parë, citoi Imzot Joani në dorëshkrimet e Fanolit.